Ne sot jemi mbledhur për ata ai që gjithmonë ambit. Sot jemi mbledhur ne por ai nuk vjen. Për Beni. Një vit pa ty, Beni. Po jo pa zërin tënd. Ai endet jeton mes nesh, si tingull kitare në mbrëmjet e qeta. Në Detroitin e largët, sillje malli, me çdo gang, me mall kujtoj rinin, kur djali i ri unë isha, me fund pjeratin, e hale prenda s'kisha. Dhe ne eshni, sepse në zërin tënd dëgjonim zemrën. Ti qeshje dhe kur malli të diqte, e me mor e beje jetën më të lehtë, sa e të takonin në atrisje me buzqeshje. Shubere prej larkë, dhe adhet e shtukeshin për një qast. Sot, mungon ajo thirrje, mungon kitara në dorën tënde, por jo drita që le pas. Një vit pa ty vit, por kënga jo të sundat. Ajo jeton në çdo kohë të ngritur për ty, në çdo kujtim që na bashkon. Dhe nëse qielli ka nevojë për zë, jam i sigurt që sonte po këndon në kerat, me kitarën tënde në dorë, duke buzëqeshur, si gjithmonë. Të shofsh në paqe, mikë. Dhe kënga jote, vazhdo, këtu do jem, s'do jem larguar, në tokë i tretur si të tjerë, në kafenen e preferuar, nuk të më shohin kamarerë. Këtu do jem, s'do jem larguar, në tokë i tretur si të tjerë, në kafenen e preferuar, nuk do më shohin kamarerë. Nuk të vazhdojnë, i bekuar qoftë kujtimi ti, unë dua të them vetëm dy fjalë. Kur Beni takonte çdo njeri që mund të takonte edhe për të parë, nuk e pyeste si je, por pasi e thoshte kush je, si dukesh, si kalon, thoshte çfarë mund të bëj unë për ty. Shumë i rrallë ky kujtim dhe shumë i rrallë kjo lloj virtyti i këtij njeriu që do mbetet në zemrat tona përpara. Nuk ditë unë të da keqë, dhe me erdhën ca emocione, ca kujtime dhe i marrë në telefon Mozin. E i them, o Mozi, sa më mungon një telefonat me ato djallë, o sa e tuga ta bëja një telefonat. Me Beni nuk njoha shumë shpejt, ne ishim të rinj, konkuronin për në Akademinë e Arteve, konkurimi bëhe në Korçë, Beni i këtë lartë në sheqeras, 3 ditë e fundit e më pajtë në shpjejtë. Qatë ditë në mbetë miqë, mbetë shumë miqë. A ishte artist. Pastaj, e gjej këtu dhe këtu, a ishte në tima me madhe që më patë. Ky ishte kujtimi, tani do shfaqim këtu një montash, videosh dhe fotografish në Beni, dhe pastaj. Nuk të koni në një kjarë, në kujtim të miku të pregundush. Ka kaluar një vit, e megjithatë ndihet sikur zëri i tij është ende midis nesh. E qeshura e tij shfaqet kudo. Prania e tij ende jeton në çdo zemër, të mbledhur këtu sonte. Më 17 shkurt, 2025, humbëm jo vetëm një njeri, humbëm një burim entuziazmi, energjie, leadershipi, ndriçimi. Albert Spahi, Beni ynë i dashur,
na la në moshën 62 vjeçare pas një betejë të guximshme me sëmundjen. Por edhe në ditën e tij të fundit, ai mbeti i rrethuar nga dashuria e familjes dhe miqve të tij. Dashuri që ai vetë kishte dhënë kaq bujarisht tek ne gjatë gjithë jetës së tij. Beni ishte i gjithanshëm, shumë planash, ishte shumë shka për shumë njerëz. Ai ishte pronari i televizionit të komunitetit shqiptar, ACTV. Një vizionar që transformoi një stacion televiziv në diçka shumë më të madhe. Në një shtëpi të ngrohtë mikpritjeje, një shtëpi ku shqiptarët në Amerikë gjetën zërin e tyre. Një vend ku tregoheshin histori, festoheshin arritja dhe trashëgimia jon nderohej me krenari. Përmes ACTV, ai siguroi që komuniteti shqiptar në Michigan dhe më gjerë të shihej, të dëgjohej dhe të respektohej. Ai ndërtoi më shumë se sa një platformë mediatike. Ai ndërtoi një urë midis antheut dhe diasporës. Ai i dha komunitetit ton një dritare, një skenë të ndriçuar, një mikrofon dhe një ndjenjë krenarie. Por për te arritjeve të tij profesionale, Beni ishte mbi të gjitha një humanist. Ai ishte një njeri i dashur dhe familjar shembullor. Një mik i pazëvendësueshëm. Një njeri bujar, i qetë, që nuk donte të shfaqej, veprat e mira të cilit shpesh flisnin më shumë se fjalët. Ai nuk ndihmonte të tjerët për të dukur apo për të njohur, por sepse ishte në natyrën e tij. Ai ishte i kudo ndodhur, për miqt, për kolegët, për të huajt. Ai inicionte, ai mbështeste, ai inkurajonte, ai besonte te njerëzit ndonjëherë më shumë se sa ata besonin vetveten. Ai ishte një biznesmen i suksesshëm, por edhe një intelektual i kultivuar. Një artist, një instrumentist, një interpretues, një njeri me humor aq natyrshëm dhe të ngrohtë, sa mund të mbushte çdo hapësirë me optimizëm. Okej, la minor, dy mi minor, një re minor. E fundesh re minor. Të shpesh shkruat e la, mi, re, mi. Okej. Si do futemi tash? Këta e parë në atë e kemi atë. Si do futemi ka nga tjetër? Ta fillojmë një tjetër, për shembull do thotë Luigi dhe do bëjmë. Okej, do bëjmë. Atë do e prezantojmë. Okej, prezantoj ti si do futemi. Mund të ketë një atë çere, një akord. Beni jetonte dhe vraponte sikur koha të ishte e çmuar dhe e limituar, sepse për të e tillë ishte. Ai punonte pa u lodhur. Ai vraponte çdo ditë, sikur të garonte kundër kohës. I vendosur që të lidhet diçka kuptim plot pas, dhe ai e bëri. A mendoni që festivali plotësoi kërkesat tuaja artistike të vishit si televizion? Si kërkesa artistike, mendoj se e arritëm qëllimit. Pjesëmarrja do të thotë për kohës nuk na ndihmoi si duhet, po mendoj se grupet shfaqën talentin e tyre, ishin meset përgatitur, e shfaqën do të thënë vlera kombëtare, etnike, shqiptare nga më të ndryshmet, grupet
grupi i Zvicrës ka pikë në maksimum një vlerë artistike shumë të madhe, grupet e Bostonit, të Kanadas, të New Yorkut, u arrit në një artistike u arrit diçka. Ai la pas trashëgimi të shkruar, jo vetëm në arritje, por edhe në zemra. Ai la pas një rreth shoqëror, një komunitet të madh miq fal rolit të tij. Drejtuesit të komunitetit, gazetarët, miq dhe organizatat në të gjithë diasporën e përjetuan me shumë dhimbje dhe keqardhje ndarjen e tij nga jeta. Ata e përshkruan atë si vizionar, një udhëheqës, një aktivist për kauzën kombëtare, një njeri kontributet e të cilit do të mbeten të pashlyera në historinë e komunitetit shqiptar në Michigan. U përpoqja të mësonja disa vargje të mbaja mend të fishës, edhe zgjodha një që më përshtatej pak. Edhe poezia titullohet Lotët e Jargavanit, e të faleminderit që ke bërë këto germa se kanë filluar na lënë syt, s'po përdorim ato. Është poezi e shkruar nga Nexhip Ejupi. Migullir, qoftesh, ty nduani. Një ideur tek një qoshe vjelle qanë, tek dritarja sa ka qelur Jargavani, por asnjëri si kthen kokën nga kjo anë. Ndoshta shiu i ka mbledhur krejt papritur, ndoshta malli, pengu, rasti, s'di se çfarë. Got pas gote hapen gjokset e shkopsitur, duke folur, duke qeshur, duke sharë. I ve gishtin kokës ime, hej, kapenerat. Mos janë ktinat ku Saraoshët kombin, shkullën flokës shërejt e shiut me ruferët, i Jargavani qanë për jashta me nga shërim. Vetjam Jargavani. Ju faleminderit. Por sonte, ne kujtojmë atë jo vetëm për atë që ndërtoi, por edhe për atë që Beni ishte dhe përfaqësonte. Mikun që mund të telefonoje në çdo orë, kolegun që frymëzonte dhe ndërronte për sosmëri, shokun pranë të cilit ndiheshe si në shtëpinë tënde. Krijoi një boshllëk të madh në ikjen e tij të parakoshme. ACTV-s i mungon pasioni i tij pafund. Komuniteti shqiptar në Michigan, me largimin e tij mungon gatishmëria, pozitiviteti, humori dhe leadershipi i tij. Miqve dhe familjes së tij i mungon buzëqeshja e tij, energjia e tij, bujaria e tij. Të gjithë largohen nga kjo botë një ditë. Është ligj i natyrës. Beni la shumë gjurmë. Mandan se po nga të një shkallë, nuk kam qenë luftë. Nuk kam luftuar turpër, nuk kam qenë luftë. Shumë dekorata të gjithë. Ka përshë. Ju jemi në zemë dhe ujtë, si gjithë ta të bashkë shumë. Ju falenderi shumë, ishte një surprizia të atë. Ju falenderi gjithë, roshi për pjesmarje. Në mëra tjetër. Valentin, nuk i marrë se janë dekorata të rënda. Ju falenderi këshilli kishës për një punë jashtë të mrekullueshme, gëzuar festat e pramurit, edhe Zoti ju bekon gjithë. Komandant, falenderi. Ëndra e tij jeton kudo, në çdo histori shqiptare të treguar me krenari, nga çdo mik dhe nga çdo jetë që ai preku me mirësi. Një vit më vonë, ne nuk mblidhemi vetëm në pikëllim, ne mblidhemi me mall dhe me mirënjohje. Mirënjohës që e njohëm, mirënjohës që ecëm një pjesë të udhëtimit tonë së bashku me të, mirënjohës për shembullin që ai dha, të shërbimit, dinjitetit, punës së palodhur dhe dashurisë për njerëzit. Beni, ti luftove me forcë, ti jetove me pasion dhe me vizion. Ti dhe pa mas, mund të jesh larguar nga kjo botë,
por nuk do të largohesh kurrë nga zemrat tona. I përjetshëm qoftë kujtimi yt. Njëri ka për të thonë diçka i kujtim, i fjalë. Nota e plotësojmë më mirë atë që dokumentari unë nuk e thamë, sepse nuk kemi kujtime individuale. Kurdo. Miq dashamirës të familjes të të njerit Beni. Nuk më besohet akoma se ka ndodhur kjo gjë. Duket sikur sot e zora mallin për një viti. Mallin për një viti që nuk ishin kontaktuar, të ndesin kështu si. Ju falenderoj të gjithë dhe ju pjesëmarrës. Jash përblefshin në të mirën familje tuaja, paçi fjalë, shëndet, mirësi, ku do që t'jeni, Beni jeton në zemrat tona, dhe tani, unë qava sa qava tani s'kam që të bëjmë më shtërua me lotët. Kujtimet e tia janë të pafund, të tregoj, nga ta filloj. A ishte një person i jashtëzakonshëm, me shumë ëndra, dëshira të bukura, dite të dhuronte kohë, njerëzve të dashamirësve të gjithë, miqve të njohur pa njohur. Ishin pranë tia sikur një pjesëtar i njohur i familjes me vite, të gjithë të donin më Beni shumë. Ju falenderoj që edhe pranime këtyre muzikantëve, të cilët nga zgjuajnë më shumë ndjenja. Ka ditur në koha dhe ka të njerit e ditur, unë kur të vdes, nuk dua lot, edhe pse kam vetë lot, jam një fuqi lotësh, e pa mbaru. Si një kush më thotë, përse kjo muzikë në sonë. A i ishte muzikant, a i ishte i gjithashëm. Këndoja në shpigin e këngët e tia, të preferuara. Serenata Korçare, i kemi të pafund ato kujtime, ato net që kemi kaluar. Është një humbje kolosale, por ne duhet ta kthejmë atë në forcë, se s'kemi se si të veprojmë. Deri shumë në vani që ju të softova nga unë shpirtin, po nuk thuet. Faleminderit, faleminderit. Të nderuara familja e Benit, të nderuar vëllezër mysafirë që po ardhur nga Ohio, si zakonisht, të gjithë pranishëm, motra dhe vëllezër, jemi këtu të gjithë shok, dashamirë dhe bashkëpunëtor dhe të afër të një njeriu të madh që e humbë para një viti. E humbë Benin, por kur nuk do t'i humbim kujtimet për ta. Ishte një njeri i shkëlqyeshëm, ashtu si u pa në këtë dokumentar të shkurtër, ashtu si e tha Beni, ashtu si do të thoni të gjithë për fjalët tuaja. Unë ju përshëndes edhe në emër të shoqatës atletare në Asia Madhe, sepse kryetari nuk pati mundësi të vinë, por ju tregojmë se ne majsorët e kemi dashur shumë, sepse e lajna ka dashur shumë.
ka shumë të kisha Shëmpalit, të kisha Zojës, në të gjitha aktivitetet e shoqatës Marsia Male, televizori ICTV ka marrë pjesë, por edhe ka bërë donacione. Pra veri ishte i gjithanshëm të regon dhe prezenca ju në këtu, shqiptarën nga gjitha troje teknike shqiptare. Jemi të bashkuar për të përkujtur këtë njeri i cili do të shqiptarët, pa dallim feje, krahinë dhe ideje. I do të shqiptarët si vëllezër e motra, i tillë ka këndeni, i tillë ka shkuën e amshim dhe si të tillë dhe ta kujtojnë. Unë kam pas nderin që të kam nik, shok, bashkëpunëtor, pronar, ishte dhe gosi në televizor. Nuk duhet ju majnë, por i përjetëshëm qoftë kujtimin për vendin tonë të dashur. Familja me krenari duhet ta mbrojnë dhe ta nderojnë për jetë të jetë në emrin e tij. Ju rriqin, ka nika në vesha dhe kando që ka janë mrapa. Përjetëshëm qoftë kujtimin vendin. Përshëndetje mi mbrëma, në fakt unë po të dojnë atë një qendër. Për të gjitha ata që më pënjojnë, unë qojnë rritin qenë jam ka Pogradeci, një ndër miqtet i më të afërt, një ndër miqtet i më të dashur, por fatmirësisht, unë kam qenë komshi edhe me mozën që duhet i bëj një omazh të ndjerës të Benit, mamas të Lorit, unë jam rritur bashkë me mozën, me gjithë njerëzit tuaj, dhe jam shumë i lumtur sot që marr pjesë në këtë omazh të shqiptarit më të madh të Michiganit për artin dhe për kulturën. Në fakt sot themi që Beni nuk është midisnesh, po unë ndjej aromën e tij. Ndjej aromën nëpërmjet vajzës së tij, nëpërmjet mbesës së tij. Të gjithë mundohen që të kujtojnë takimet që kanë pasur me Beni, kur sonë të takoja vetëm në darjen ditën e fundit që janë ndarë me Benin dhe nuk munden edhe sot e kësaj dite, pasha se ka kaluar një vit e 10 ditë që unë ta mendoj që jo, Beni nuk ekziston. U takua, mu përqafua me njëri tjetrin, e më byrazerë si që fliste i me atë shprejnë e ti, edhe pa ullur mirë më tha. Ylli tha, do ta djegim për Shën Valentin. Unë hapa sytë dhe po, që po thot, po tha do bëjmë një koncert të madh me këngë popullore, për të gjitha ata që nuk e dinë, unë jam këngëtar i këngës popullore, dhe të tëra këngët që do t'i këndosh, do t'i mbaj unë, tha, duhet të mbahet mend ky koncert i veçantë. Por ne jemi të pafuqishëm përpara Zotit. Nuk mundëm do ta bëjmë atë koncert, por Beni nuk rron vetëm tek mua, ai është këtu në sallë si shtash në aromën e tij, dhe pse ai do të rrojë gjithmonë sa të rrojmë neve, do të rrojë në ëndrat tona, në kujtimet tona më të bukura. Meqense unë më vjen dorësh të shkruaj ndonjë poezi, unë mbrëm darkë me që miku im Gramos më ftoi, bëra disa vargje të cilat do doja që t'i ndaja bashkë me ju për mikun tim të madh dhe të pavdekshëm Arben Spahi. Le t'i përcjellim bashkë. Sa më mungon sot vëllai im Arben. Nga dhilja për ty, sot hesht i gjithë Michigan. Kitarët e tua qaj në varë në shpirtra puntimesh, edhe këngët që këndonim së bashku, zlëshohen me nga liman. Shumë herë të kam telefonuar miku im nga malli, po valët e iPhone-it, se shpo ka ndot qelin tëndë. Pra ti e engjëlli mbrojtës i shoqatës dhe i shoqëris tonë dhe Gjani Zeqan edhe shpirtin aldhem. Sepse ti ishe zjarri që s'fike shekur, ti ishe flaka që natën e bënd e dit, po tani shpirti jotë ripezull në ajer dhe vërtitet qiejve atje në orbit. Tani gotat kanë arruar të qukiten, o dollit pa ty, me kuptim nuk kanë, dhe këngët me iso që aq bukur mi mbanje, rrin heshtur pa frym, edhe zënë edhe qaj. Po si iku një vit pa ty, miku im, sa ëndra të bukura i thurën bak.
do ta djeki mylli për Shën Valentin më the, po Zoti pas shpinës tonë qeshte dhe koha edhe vdekja priste nga jashtë. Po ku ta gjej unë sot tani atë buzëqeshjen tënde? Po ato këngët e embla me atë zërin tëndë qelibar, po të kujtohet kur bënim sa mbledh ka bashkë dhe dhe qa kërdisen qevi. Po tani janë veçendra që rinë fshehur në sirtar. Po ti do të rosh të zemra tona beni. Të ta roshtyje shumë e vështirë. Se ti ishe fisniku që shkëlqejë ndër burra, ishe Rubini që ndryqonje çdo e rësirë. Po si mundet të dleri të tresë djemë si ty? Ti që tërë botën e mbajte me humor. Sot je engjëll në qelin e shtatë, rjeshtur edhe na përshëndet me do. Do mungon shumë byrazer, do mungon. Edhe kitarat qaj në varu në murë, edhe s'ka kush i pushon. Beni ka patur shumë ishi, ka kënduar shumë këngë më ndarë. Dhe një fotografi që pash, ma tregoj Everesti, ishin Everesti, ishte Genci Qela, që këndoni një këngë bashkë me Beni. Unë i ftoj që brënda kësaj linje për ta kujtuar për te Benin artist, ju ftoj të vini ta këndoni. Me ma kujtoj rininë, kur djali unë isha, me full pia rakinë, se hajde brejt nga s'kisha. Me ma kujtoj rininë, kur djali unë isha, me full pia rakinë, se hajde brejt nga s'kisha. Veç një qëllim e jetë, e kisha unë atere, një vajzë e një kitare, e një shishe e bere. Veç një qëllim e jetë, e kisha unë atere, një vajzë e një kitare, e një shishe e bere. Se vajza kitara, ajo shishe e bere. Tani s'kan gjegjë tjetër, fotografi pa bere. Sa shpejt kaloj rinia, sa trava s'ka tu mire. Ja verdi pleqëria, jetën për të aktive. Sa shpejt kaloj rinia, sa trava s'ka tu mire. Ja verdi pleqëria, jetën për të aktive. Sa vajza kitara, dhe ajo shishe me bere. Sa vjesa me të vete, fotografi pa bere. Se vajza kitara, ajo shishe me bere. Tani s'ka gjegjë tjetër, fotografi pa bere. Gjithë shoqëria këtu në Detroit i kishte dhënë një pseudonim që Beni Gitara. Ftoni, miku i Benit, ish pronari i televizionit TV. Mirë mama e pranishëm, faleminderit për gjithë ju që keni ardhur sonde për ta nderue emrin e këtij miku të përbashkët, e kemi gjithë përbashkë. Faleminderoj Lisë Lohajës që ka respektuar këtë momentet
në veçanti le Benin e për të gjithë komunitetin shqiptar këtu në Michigan. Ne, e linja jonë, është krejtë që fush e mëllur, e pa dalën, dhe unë ku manu se mishtë e mi, vëzë e mi, shokë e mi, jona si nga të thu vetëm duka gjena të apër. Po kur se ma gjëroa se në më përman, po radesi në më përman, gjërëpasën, vlorën, të tjatë, se në më përman azil, mu do të munat kose, ishëm të paku. S'ma gjëroa kur, që të mbahën vëzër, si me kanë të nënës time, edhe nisë nga Pogradeci, nga Melita, nga Vlora, nga Gjërëpastra dhe nga dhe të në. Kur ka dhek një kur njërë të na, kanë dy njerëzit. Ala gjallë, ala fjallë. E vajtojnë aty vajtue, njerën që i the, i tha me të regu, tha shka këtë njëra, ku s'mund të kryte dalin dhe i ta. Ta shpërdenin me folë. Ne s'muna me kry fjallët e tjetë njëra këti, se si me folë, dhe nëse s'muna me të regu, ato dhe prati, atë nësi ti, atë zemër ti, atë shosëri, që ka vanë shkyt, ka vanë energji, i njeri që ka vanë energji. Unë për fatë mirë, kam janë shumë afer me ta, për fatë kesh, që sëtë se kejnë në redin, për rënë zemër atona, audën. Unë përta edhe marrën e bezesit me ta, i cili ishte shumë korekt. Dhe vetë vidje që kam botën time, dhe nesër mama me marrë du shikue, me aktikarë ti, i cili nga ka lënë fërësine e shpirti, si ku nga ka prunë vatanin në dërën interne, dohën nuk muna me shiku, vetëm që të më e bartë. Dhe në thote të talirë, në thote senën nga bota jote të televizori. Familja ti pashin e gjatë gjithë, se janë nësi kanë fjallë për të bëllë me folë, se që lja thunë, dhe emri ti qofti lartësum, dhe i pëharun, dhe nuk harruat. U takoshë bështë njëra, e pashin e gjatë gjithë dhe a i qofti e tam shumëshme. Ka qënë dhe një artist që ne videshim shpejt organizator të disa spektakle, është dhe Frank Gjoka. Faleminderit Beni. E nderuar Lori, me bashkëshortin, me ato anxhellushat bukura, e nderuar Gramoz, Beni, Nita, të nderuar zonja dhe zotëri, në këto net është vështirë të gjinën fjalët, sepse të flasësh për Benit, për jetën e Benit, është vështirë sepse ai gjithmonë shpërndante vetëm dashuri dhe nuk besoj që kund më mirë gjindej fjala dashurisë në sytë e Benit, në fytyrën gjithmonë të qeshur. Unë e kam njohur në vitin 1988 në qendrën kulturore të kuadrëve të kulturës në Tiranë, ku kemi specializuar për kulturën dhe nga ajo ditë gjithmonë ruaj kujtimet më të ngrohta, më vllazërore, më të sinqerta. Prandaj kjo natë sonte kumton edhe me ditëlinjen edhe një vjetori, por njerëz si Beni nuk kanë asnjëherë vdekje, ato jetojnë në kujtimet tona, jetojnë në zemrat tona, në dashurinë tonë, prandaj u mbledhshim gjithmonë për gëzime. Beni u shoft në paqe dhe i përjetshëm qoftë kujtimi i tij. Faleminderit gjithëve. U njojt me shumë miq nëpërmjet kitarës dhe shpirtit të tij. Në qoftë se ka njëri tjetër që do të flasë. Po, unë tani poftoj vëllajnë e Benit. Zonjë e zotërin me mbrëma, unë jam Lirin Spahiu, i vëllajnë Benit. Falenderoj në radhë parë Gramozin edhe gjithë organizator për të mbrëmje në kujtim të vëllajnë tim. Ja shumë djevësha në gëzime.
Me 17 prill të vitit 2007. E nderuara Lori me bashkëshortin Gramoz, gjithë miq dhe të afër. Do t'jem tepër konqiz dhe i shkurt. Beni më titullonte mua gjyshi. Thoshte ti e gjyshi, duhet ftoni është djali të, kurse unë jam nipi. Por nipi doli më mirë se djali edhe se gjyshi. Në ata që bërni për ACTV. Beni ishte njeri mirë, burr fisnik dhe bujar. Nuk bëhesh për lind. Beni ishte ashtu nga sapo e ndjek në gjitha përshkrimet që i bën shoqëria e tij, ashtu ka qenë që nga vitet e paraditës tij. Unë do e kujtoj gjithmonë në 60 dhjetorin që ja organizuan si surprizë. Qoftë i përjetshëm kujtimi i tij, Lavdi Benko Spahiut. Tani ne ikja e Benit ne sot mbronë për ta kujtuar, por ashtu si që ishte Beni, kjo darkë, domethënë, u kthye në një show, sepse vërtet ndoshta Beni na shikon nga i kështu e ka. Tani po i ofrojmë vajzës së Benit, Lorit, që ajo e deshte shumë, dhe sidomos kur ajo lindi vajzat, ai më thoshte, do merresh dhe ti gjysh, nuk ka më mrekulli, kur më vinë ato në shtëpi më ikën mendja. Faleminderit. Nuk kam mendje të pastër që kisha përgatitur të një fjalim. Ishte shumë vështirë për mua. Faleminderit shumë që ishi shok me papi tim. Gramoz, unë i tem qatë që Gramozi, se unë akoma unë jam rritu të shi mama me të këndi pa koma qatë që Gramozi dhe edhe një vjetu për një. Shumë faleminderit, të ka qëndruar afër për një gjeston gjithë kohën. Faleminderit të gjithë edhe të një shpërbleqim e kësime. Faleminderit. Në qoftë se ka ndonjë tjetër, atëherë mund të vazhdojmë kështu. Hajde se kam një mik shumë të afërt të Benit, se ty s'do të ne. Ja, jesh për shembull. I bie telefonit kur ishte i smur, ky ishte bie. Të lutem, fol pak me Benin. Fol pak me Benin. Dhe më thoshte, po, do shkojmë ta shikojmë sot Benin sepse kam telefonuar. Dhe kur e shikoj, kishte si të një sut për Benin, si të ato që a i deshte shumë, dhe në shkollin e shikonë, por e në fundit në këtë. Në falenderoj të gjithë të smarin tuaj, dhe i parë të që të gjithë Benit, cilën e bërë maj shumë, respektëm e shumë, sa nuk e veni tonë e ka shkojnë, jetë që është. Dhe ne do të atëndojme shumë malë, dhe shumë është. I paruar të kujtimi. Unë doa, do më thëmë, miku, më i afërt i Benit, e gjithë të afër ishim, po me Gramozin fliste shumë sepse e lidhte biznesi. Jo vetëm biznes. Jo vetëm biznesi, edhe shoqëria. Gramoz, hajde shpejt mos u vonon sepse do flasim. Jo gjatë, shkurt. Dhe një falenderit shumë dhe fjallur. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Gramoz Muçi, të gjithë njojnë si Mozi, edhe Beni më frisa Mozi. Kemi një njohje shumë të gjatë, që kur unë kam qenë në bangat e shkollës, në gjimnazin e një fshatit vogël rreth Pogradecit, që rraf, Beni ishte një djalë i ri,
akoma i pamartuar, ishte i apasuruar pas artit me organën e tia, ai vinte tek shkolla jonë dhe ne bëjmë ato aktivitetet e gjimnazit të asaj kohe. U ribashkuam këtu në Amerikë dhe shoqëria jonë mbeti gjithmonë e pandar. Ju faleminderit shumë që ardhët sonte të gjithë. Beni tha që biznesi i lidhte bashkë. Po, ne mundoheshim të punonim së bashku, sikur në biznesin e tia, por në të vërtet, i vetmi biznes që kemi bërë me Benin ishte ky vend ku jemi sot. Falë Luigi, që ishte një ndër iniciatorët për këta ambjent, Beni më tha mozeta, përfundimisht e dita. Në erdhi mundësia që edhe bashkë të bëjmë një lloj biznesi. Erdha këtu, e bashkë të lokal, edhe thash, pse jo thash? Kur punoj me kinez, me indian, me arabian, me amerikan, pse mos punoj me njëri tjetrit, në vërtet jemi shok, por edhe biznesin mund ta bëjmë. Dhe për hir të iniciativës së vendit, ne u futëm në këtë ndërtesë këtu. Ishte vizioni tia që ne arritëm të realizonim dhe të hapim dyert të këtij biznesi. E quajmë një roman më parë ngrill dhe lam të njëjtën emër, por jemi shumë krenar që sot të gjithë jemi mbledhur së bashku dhe përkujtojmë shokun dhe mikun tonë të dashur. Ju i falenderoj shumë që keni ardhur. Unë para se të lë mikrofonin te dikush tjetër, do desha të thosha të unë e Vargje, sepse Beni ishte artist dhe çdo njeri që ka takonte me njëri tjetrin, ai ta impononte artin. Mos qesh, se do të sfidoj. Kënë disa vargje që ne i thoshim me njëri tjetrin, se kishte dëshirë të ndër shaka. Unë mbeta vetëm, ti mbeta vetëm. Të dy në heshtje vetëmi në qaj, unë rrugët tjetër, ti rrugët tjetër, të gjitha rrugët me nëndanë. Se s'dashuroja asun as ti, por dashuronte dashuria. Një dashuri në fshehtësi, me fshehtë se fshehtësia. E pra, kjo ishte dashuria e Benit, një dashuri shumë e fshehtë. Faleminderit. Dhe gazdushët, Giovanni Kaçoni, një tjetër gazetar në ACTV, shumë afër Benit. Dhe të Roni e ta kujtoni gjithmonë Benin ashtu se tjetële që ju që njështë ti. Unë nuk do zgjatën shumë Benin e kam jo shumë po para se vite në televizion. Dhe kur erdhi televizion, dhe u përshë në përpër në shoqëria dhe shoqëria vërtet. Në prak të këtij memoriali, miku ynë përbashkët e Veres Haqi, një foto shokës u dha në dokumentar, me njëri të shikuar shumë signifikative dhe emocionuese, ashtu si gjithmonë Beni bënde të tilla, por në këtë rast ishte dedikuar atij, ku Beni thotë, joja, dhe do të kthehem një ditë, e do t'u them se bëra shaka. Dhe unë, ka këti i bëj një dedikim për Benin, i them, asi kur kishte shaka, sa mirë do ishte, o miku yri mirë. Sa herë mblidhemi së bashku dhe kujtojmë vlerat, mirësinë, ambientin që na krijonte, gëzimin që na jepte, ku kalonim jo pak kohë me njëri tjetër. Shpresojmë që të na shohësh me lart të premten, do të ndjehemi për të kujtuar ty, miku yri i paruar. Kur jesëm kujtimi i tij, Roni ta kujtoni ju dhe ne gjithë bashku do ta kujtojmë gjithmonë. Që ka 3 qytetar të atmosferë, unë tani do prezentoj një artist, Ari Alibashi,
ka qenë shok shumë i mirë me Benin, shumë i ngushtë, para 30 vjetësh, kanë shkuar bashkë po them në gjitha koncerte, në Dasma, në Mbrëmje Rinie që ishte atëherë, dhe Beni Ari do këndoj një këngë që bashkë me Benin ata e këndonin bashkë. Atëherë unë jam Ari, kam qenë shok me Benin, se si miq. Kam pasur fatin për një djalë të mirë kemi luajtur dikur para 30 vjetësh bashkë. Dhe koha, siç i kanë darë shqiptarët, po na ndonë. Nuk do zgjatem shumë sepse fjalë të bukura s'na kanë radhë këta. Beni meritonte shumë, ishte artist, dhe mund thjesht do kujtoj një këngë që kujtonim, ne këndonim me Benin bashkë. Këngë rrugësh e quanin atë. Kompozim po ishte e bukur. Dhe Beni atëre ishte në mënyrën e rock and roll. Julia quhet kënga, rrugës së gjimnaz. Është vështirë të besohet që ka kaluar një vit. Humbja e tij, humbja e Benit na ka ndryshuar të gjithë. Por ajo që nuk ka ndryshuar është dashuria dhe kujtimet që na la pas. Ai kishte një mënyrë të veçantë për t'i bërë njerëzit të ndiheshin të vlerësuar dhe të dashur dhe të respektuar. Personalisht jam mirënjohës për çdo moment që kemi darë bashkë me Benin. Do të thosha është njëri që nuk i mbaron dhe energjia, nuk e di, ka kemë në natën Beni apo jo, se gjithmonë e vaj mend në çdo çfarë lloj ore Beni ngrihet telefonin. Edhe pse nuk është më fizikisht, mes nesh, shpirti Benit jeton në zemra tonë. I paruar, kujtimi Benit dhe familja të Ronit dhe Kapitonit, me një përëndës. Dhe unik i Benit
kampion, një djarë Tirana që Beni e vlerëson të shumë. Shumë faleminderit dhe faleminderit gjithë që u blogë për Benin. Kjo është gjë më e vogël që t'i kthejmë dashurinë, atë mirësinë që na ka dhënë edhe gjithëve. Pata fatin dhe kënaqësinë që në vërtet isha afër Benit, jo vetëm si mbështetës im i zjarrt në karrierën time, po ashtu edhe vllai tim u bën të çmos dhe vetë tona që dilte me Beni sa më i bukur, ishin sa më krenarë të shqiptarë dhe shumë dhe e mungojmë shumë në atë pjesë. Por përveç asaj ne unë visqim me natë të tëra, edhe për atë moshën që kishte i thosha, po si e na unë vërtet i raf shumë në isha i fort shumë në ndeshje e boks, po kur vite puna për muzikë, për të parti gjithë natën, si amer të kemi Beni, edhe e dim të gjithë. A i bënde për mua, a i bënde dy jetë, bënde një jetë biznesin, televizionin, bënde kështu, bënde një jetë tjetër për gjithë neve. Si që ne, gjithë shqiptarët, të arrinim sukses, të arrinim gjithë shka, si të mos këtu në... Edhe i nuk e kisha të nevojshë, të më përlite gjërë nga jetë e ti personale, e gjë gjë, si t'na mbështesë dhe jo edhe ne për gjithë komunitetin kudo. Dhe në gjithë jetën tim e karrierës nuk kam njohur nga një më shumë se Beni dhe jam në të dy anët jam shumë i kënaqur, po edhe shumë na ka rënë një boshllëk të madh që besojmë ta shikojmë më herë. Vetëm na ka vënë atë tastin dhe atë good taste, po që deri ta mbajmë për gjithmonë dhe mos ta harrojmë. Dhe faleminderit gjithëve ju shoh gjithë në kujtimet e mia. Faleminderit. Po kiste zoti Luigi Berisha. Si Niki Beni. Jam Luigi Berisha. Në fakt, unë i ofrova Benit këtë lokal që ka blej kur duhet një përshitje. Edhe nga i momentu bam shok, jo shok po si vërrejë. Në fakt, në falë unë duhet të baj një qik ndryshe, zuat të flasë juve për Benin, duhet të flasë Benit, nëse në joni. Në falë. Duhet të flasë Benit, kujtimet Beni. Faleminderit për dashurin, për mësimet se si duhet ta duhem një një tjetrin. Faleminderit për mësimin si folshe gjithmonë për gocën tonë, për Lorin, për mbesët, me plot dashuri, me krenari. Ishe një njeri me plot jetë, plot dashuri. Në fakt, ti në këtë shkurt të plotësove, jetove një jetë aq të madhe, aq gjatë, por një kohë shumë shkurt, mësova shumë nga ti. Si duhet të jetohet, mos të humbim kohën me gjëra të kota, sepse jeta është shumë e bukur, shumë e dashur. Nuk tamam si ta dishe, se nuk ishe kohë për të humbur. Kur vishe zyre time me Eniten, me Gramozin, kur ban ortak, me Arbri, ishte jo një transakcion, një biznes, po ishte diçka shumë shpirtërore, shumë magjike. Gjithmonë do të mbetesh në shpirtin, në kujtimet mia, i paharruar do të mbetesh. Edhe njëherë falënderit. Kujtimi do të mbetet i përhershëm, të dua shumë, edhe njëherë falënderit, të dua shumë. Falënderit. Faleminderit.
Ka dhe përshëndetje nga miqtë e Benit që vinë nga Tirana. Të nderuar pjesëmarrës, ju përshëndes jo nga Tirana, ku banoj dhe zhvilloj gjithë aktivitetin tim, por sonte jam në Prishtinë. Jam pas një eventi artistik kulturor që është zhvilluar këtu dhe kam treguar me shumë emocion dhe me shumë mall, me shumë respekt të thellë dhe të paharruar. Kujtoj edhe në këto momente Benin, ACTV-n, sepse ishte njësuar emri i tij me televizionin. Kam mbetur në kujtesën time, në zemrën time, një njeri aq i dashur, aq me humor, gazmor dhe me një dëshirë të papërmbushur që unë të isha pjesë e ACTV-s në një program muzikor, në një program artistik. I paharruar Benin i dashur, ACTV të ketë vazhdimsi, të vazhdoj ëndra e Benit. Në kujtesën tonë, në zemrën tonë e Benit. Miq dashamirë në Detroit, Michigan. Më erdhi shumë mirë që më në fund u mblodhët bashkë dhe po përkujtojmë një mik të përbashkët. Albert Spy. Kush ishte Albert Spy për mua? Detroit e në tonë botën kam miq sa dush, po a ishte një ndër kompaset e miqësisë teme në Michigan. A ishte i papërtueshëm për gjithë shka. Po sidomos për Frederikon, ishte i artist i madh, një njeri me zemër shumë të madhe, një njeri me një dashuri pafund që jepte pa fre për çdo njeri që njihte. Ne do të flasim për atë që na ka lënë Alberti. Ne na ka lënë një boshllëk të madh. Edhe ajo arti i tij është e futur në atë zgavër e madh boshllëku që na ka lënë e mbushur me gravurat e bukura të asaj që ai kur nuk e kurseu. Ai nuk kurseu asnjë gjë për çdo njeri që njihte. Ai ishte jam, më mendova që ishte vetëm me mua, po ishte me gjithë. Po me mua më duket se ishte njëri më i afërt edhe kënaqesh në çdo sekondë që rinin bashkë. Unë kisha shumë të vështirë mos ta shikoja të paktën 2 herë në vit. Po ja, me pa 2 herë në vit, po mendoj me ka i muaj e gjysmë, sa 2 herë, po pa 2 muaj e gjysmë 3. Pra, ai më kishte krijuar një urë të jashtëzakonshme me Michiganin, me Detroitin, dhe shpesh më thunim edhe anëra pak më të mëdha, me fliste për atë sallë televizorit, ku atë sallën e madhe, ku do bënte televizorin e vet, brenda me live music, edhe ishin planet tona që aty të demonstroshim artin e bukur për familjet e bukura të Detroitit. Po them, ato njerëz që të kanë njohur nuk Muhammed ase askush ka met pa Udënes, pa qa. Një në të isha dho. Es jam me ty, pa ty, o mik, që më pane, nuk shoh ma në sy, loti, ja, për ty këtë vërë, o mik, kishim dëshirë të ishe ma gjatë, kë kryqit po në rrë, syni lagur për ty i vendon, zemra ta vendon. I përjeqëm kujtimi Lam të mirë, Ben, kështu të njëfshin gjithë. I dashur një Ben, lam të mirë. Miqtë Michiganit jeni shumë të mirë që keni ba këtë përvjetor kujteset,
Faleminderit për ju, mirë u takofshim. Të dashur miq, Beni nuk pata fatin ta njoh për një kohë gjatë. U takuam vetëm 3-4 herë, komunikonim shpesh me mesazhe, bile edhe me video mesazhe. Ajo që më ka mbetur në shumë mendje ishte buzëqeshja e tij. Ai ishte gjithmonë i qeshur, ndoshta më shumë se kushdo tjetër që kam njohur. Beni kishte pasion për gjithçka që bënte. E maj mend kur më futi në studion e tij televizionit, edhe më shpjegonte çdo detaj, që nga hyrja, aparaturat, deri tek ëndrat që kishte për ta çuar atë vend më larg. Në ato momente mu duk si një vizionar. Du të them pa frikë, në ato momente ai mu duk si tane i topit. Fliste me entuziazëm për restorantin që do të hapej, për mënyrën se si do ta bënte funksional që të ishte i lidhur bashkë me studion. Madje edhe ditën kur po përgatiste festën, me sa më kujtohet ishte ditëlinja e Mbesës, megjithëse restoranti ishte akoma duke u ndërtu, edhe nuk kishte përfundu, më mori në video edhe më tregonte me shumë pasion tavolinat cilat i kishte shtruar dhe ishte i përgatitur që ta bënte atë ditëlindje aty për herë të parë në restorant. Nuk e di u realizuan gjitha dëshirat që kishte edhe një dëshirë për radion. Ai jetonte me pasion, dashuronte me pasion, këndonte me pasion, edhe mi gjitha respektonte pa interes. Njerëz të tillë nuk harrohen kurrë. I paharruar qoftë kujtimi i Benit dhe jetë gjatë pafshi edhe ju miqtë e tij, të cilët jeni mbledhur sot për ta kujtuar Benin. U bë një vit pa ty bën. Dhe më duket sikur do të hysh edhe do të mbushësh gjithë hapësirat me atë energjinë tënde, me humorin tënd, që shpesh na bën të harronim ngarkesën e ditës. Ti nuk vjet jetoje ndryshe. Ti jetoje vetëm me pasion. Arti për ty nuk ishte profesion. Ishte frymëmarrje. Tani na mungon zëri yt. Por jo kujtimet dhe gjurmët që ke lënë në zemrat tona. Gjithmonë do të kujtojmë edhe do të buzëqeshim me mall. Shumë e pabesueshme. Aq e pabesueshme është për mua bën që ti na mungon. Sa më duket sikur një ditë do kthehesh e do thuash që bëre shaka. E kam takuar Benin vetëm një herë në jetë, por ishte e mjaftueshme për të kuptuar se sa njeri rrallë ishte dhe çfarë miku i jashtëzakonshëm. Një herë erdha në Michigan, ku Beni organizoi një darkë të mrekullueshme që do të mbetet për mua një kujtim i paharrueshëm për tërë jetën, dhe duke i njohur atë, të duket nga ata personat e rrallë që takon në jetë që ti thuaj që pse nuk e kam njohur më përpara. Dhe njëkohësisht mendon sa me fat janë ata miq dhe shokët e tij që gëzojnë shoqërinë dhe afrimitetin e Benit. Ata njerëz që i kanë ndetur pranë, çfarë fati kanë pasur dhe sa do donim të kishim njerëz të tillë pranë nesh, miq të tillë të mrekullueshëm, me energji pozitive të jashtëzakonshme, me humorin dhe batutat që nuk rreshnin kurrë, me atë vrrullin dhe spontaneitetin sikur ishte një sa kish kaluar adoleshentin dhe mund të rrini me orë të tëra dhe në orët e para të mëngjesit duke kënduar, duke pirë një gotë, duke bizetuar, pa u mërzitur. Një person i jashtëzakonshëm që natyrisht edhe unë i jam mirënjohës për atë pritje të mrekullueshme që organizoi në Michigan, ku pata rastin takoja dhe të bëja miq të tjerë, njerëz të veçantë, njerëz të mrekullueshëm, miq shumë të mirë, dhe është e pabesueshme që të vish në Michigan dhe mos të kesh më Benin aty që të pres të organizoj dhe mbi të gjitha të jap atë lumturinë dhe kënaqësinë me bisedat e tij, me muhabetet e tij dhe me pozitivitetin e tij. Një person që, siç e thash, është fat për ata që e kanë njohur, është fat për ata që e kanë pasur pranë dhe natyrisht njerëz të tjerë janë të rrallë, do të na mungojnë shumë. Ju përshëndes. Kemi edhe disa miqë, megjithëse Beni
Shiroj, do të ti trisë të fisin, por nga një Gjoka është një mik shumë i afërt i Benit, është miku jon i përbashkët nga Ohio, nga Cleveland, kanë ardhur me gjithë grupin e mikëve tanë nga Clevelandi për përvjetorin e Benit. Edhe unë të kam shumë kujtime për Benit. Por, nga qita kujtime që kam, do të qenë të një se gjithë shokë e një pojnë në tjua. Para 2 vjetë, e mësova Beni, ju e mësomi Edi, familiarisht në Florida. Sova dhe e veresi por shërdi. Ishte me troqet. Ishte me troqet dhe ishte po. Ishte me troqet, ishte bizi. Dhe kam kujtime nga më të mërgullushme për atë pjesë u bërë amire të mi në Florida. Dhe kemi kaluar 5 ditë kemi kaluar 5 ditë me gjithë mikë që na erdhën nga Floridi dhe me humorin e Benit shkoj të kaloj spektakl dhe në kujtim të Benit në shoqëria dhe misia organizohen këtë takim sot me respekt dhe i paruar qoftë për jetë. Mik i veçantë, shumë i afërt i Benit, që dëshiron sot të fjalë, Zoti Sokol Kodo. Është kënaqësi që të them ndoshta më thonë fjalë të fundit me këtë ceremoni për kujtimore. Ishin në fund organizatorët e këtij eventi. Edhe unë, personalisht ju, i falenderoj nga që nuk e di të shënuar kujtuam vlerat e njeriu të rrallë. Për mua është njeri rrallë. Dhe ju faleminderit që organizuat këtë mbrëmje, por apo organizatorin kryesor. Organizatori kryesor është ta përqafojmë se është midis nesh. Ky është organizatori kryesor. Jeni dakord? Ne e përkujtojmë. Organizatori kryesor është ky. Jeni, faleminderit. Shikoni Beni. Unë mund të them gjithçka. Edhe ju të tjerët mund të thoni shumë gjëra të bukura, por nuk mund të gjejmë fjalor në fjalon shqip që të shkruajë këtë njeri. E filloj me kapela. Humor në biznes. I rakitarës. Kërceu. Këndoj. Nga bëj gjithë dhe me në liqë. Dhe është të çuditur, është e vështirë që të ky njeri të gjeje një fytyrë të vrapë. Sa keqë një për shpejt. Pra, të falenderojmë organizatorin kryesor. Ne e falenderojmë këtë një. Ndesim të mund për të kujtuar njerëzit e mirë, edhe për të shpeshë ato njerëz të mirë, të gjithë njerëzit të mirë. Por njerëz si pune e Benit, të cilët na mbledhin, janë të rrallë. Gjithë të mirat. Realizoj gjitha ndët e tia, punoj shumë shpejt, vrapoj shumë shpejt, zuri shumë miqë, bëri shumë punë, sepse e dinte që duhet i bënte shpejt, sepse ai s'na takonte më ne. Ju faleminderit, po e mbyll me një këngë përsëri për të është një këngë simbol për të gjitha ata që largohen me tekstet Detroit, mira e nisi pak, por do ta përfundoj Ari. Faleminderit gjithë. Canto do t'jem larguar, toki tretu thito t'jem, në kapene e përderua, nuk do më shohi, nuk kam adje,
dhe në bërungët ku ka vetër, thonë bjerë kolla I me na. I bari këndo vjeshtë, janë që bari, si murgina. Po kur të jenë, vërtitër shumë, në raftin libra të kërkohë, Ande në shimur të vjemo, endo një pjarë, ando një shro, jatëm që libri, për ka veqë, e unë të vlejë të vi pase. Ti si ku me mando qeshe, si një blejë, asë një në teje, e unë të vlejë, të vi paseje, të vëri. Këtu do t'je parkua, në toke tretë si të tje, në kafenerë, e preferua, në do në sholi, në kafenerë, dhe në bërëngët ku ka netër, do m'dhije kolla I me fa. I bërë do t'i ishtë, janë që në fri, si murgina. Po kur të jenë, por të të shumë, në raftë libra dhe kërkohë, atë në shimë do t'jenë, në ndonjë pjarë, ando një shkro, jatëm që libri, par të veqë, e unë do t'mejë, do vi paste. Ti si ku me mando qeshe, si një blejë, pas një rëkeje, e unë do t'mejë, do vi paseje, do vi. E unë do t'mejë, do vi paseje, do vi. Një fest për mikun ton, një show për mikun ton. Kjo shfaqje mori, ky përkujtim mori për masa të show, ashtu si ishte veri. Faleminderit Gramos, faleminderit të gjithë se s'do për më emra, të gjithë ata që punuan për sot. Faleminderit STV, faleminderit Bosi. Të gjithë ata që bënë të mundur këtë darkë sot, sepse kjo realizua nga një grup njerëzish jo nga njëri vetëm sot. Do të shatoja një nga jetë gjitha nga njerëzit tu në skenë që bënë të mundur brenda 7 ditëve të realizonin këtë përkujtimore për beni. Në rast të parë do të shatoja drejtorin dhe pronarin e ACDV, zotin Eduardo Galito, Eduardo Mikeshën e Benit dhe Mikeshën tonë, Ermira Babaliu. Pa ata do ishte pa mundur, Ermira, i rëgë. Arsyeja është Beni dhe organizatori I tij. Unë nuk mundeshim pa ju. Në ndërmisht dhe shoftët në kush të Benit, me të cilin kalon dhe shumë do, e bere sa qia, e bere se... Kriu kem. Si të është të Beni ngriu kem. Jo këtu e mua, se je gjatë. Nuk ka njeri që këtë emër Beni, edhe të mos ketë zemër të madhe, edhe dashurit madhe. Beni I lutem. Në dra drokiti për Beni. Eltonin, shqepjen, në cili bëri të mundur të darkë në duart e tia bashkë me Sapin. Elton Orani, kudo që t'jesh, do të vila e mi do t'ale shumë para. Të kemi, Enita dhe Beja. Për punën tënde, të bërë të mundur në gjitha montajët, lidhjet nga Shqipëria, si falenderit, Arbery, my partner here,
Melka, nuk e di, por është një nga shokët e Benit që e ka dashur me gjithë shpirt, edhe gjatë gjithë kohës më thoshe, si nuk bëm diçka. I thash, Melka do t'i gjithita. Kemi shumë shokë e miq që janë të interesuar dhe duan patjetër që ta vënë figurën e Benit atje ku e meriton, atje ku ka qenë. Shoqëria e Benit është shumë e gjerë, por në radhë të parë Beni ishte artist. Dhe ne jemi mbledhur këtu të përpiqemi jetën e Benit tamam si artist që ishte. Faleminderit. Në mungon dhe dikush tjetër, i cili realizovi zërin e ati montazhi, asaj video, është zoti Qazim Strazimiri. Ju lutem një tradotike për të gjithë ata që të nguan realizimin e kësaj gate. Faleminderit gjithë.